timin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ka thënë Kurti në mbledhjen e parë të qeverisë. Presidenti Vjosa Osmani ka shprehur publikisht ambicien edhe për një mandat, mirë po vetëvendosja ende nuk e ka qartësuar nëse emri i saj do të propozohet nga kjo parti. Presidenti Vjosa Osmani ka anuluar pjesëmarrjen në konferencën e sigurisë në Munich që bëhet nga 13 deri më 15 shkurt. Sipas këshilltarit të presidencës Bekim Kupina, arsyeja e anulimit lidhet me angazhimet institucionale dhe prioritetet që ndëlidhen me zhvillimet brenda vendit. Në edicionin e 62 të konferencës pritet të marrin pjesë qindra lider botror, përfshirë kryeministrin Albin Kurti dhe drejtorin e AKI-s Petrit Ajeti. Diskutimet kryesore do të fokusohen te lufta e Rusisë në Ukrainë dhe tensionet që lidhen me Iranin, ndërsa nuk do të mungojnë përfaqësues nga Serbia dhe shtetet të tjera. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e parë ka proceduar në kuvend projektligjin për buxhetin e këtij viti. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se ky buxhet përfshin edhe pagën e 13 për punëtorët e sektorit publik dhe shtesat për 15 vjetet e para të përvojës së punës. Ndërkohë ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë se nga 4 miliard euro, 3.64 janë të ardhura buxhetore, ndërsa pjesa tjetër sipas tij financohet nga huamarrjet dhe deficiti. Qeveria ka miratuar parashu kërkesën për zgjatje të edhe për muajin mars. Kabineti qeveritar ka miratuar edhe marrëveshjen në vlerë prej 90 milion eurosh me bankën botërore. Marrëveshja tani pritet të shkojnë në kuvend për të ratifikuar. E pranë tjetër 13 shkurtit është dita e fundit kur kuvendi ka kohë ta ratifikojë këtë marrëveshje. Kabineti qeveritar ka votuar pro edhe disa marrëveshjeve të tjera. E në orët e pazitës, Kryesia e Kuvendit Kosovës ka mbajtur mbledhjen e parë pas konstituimit kuvendit, ku ka marrë vendim për mbajtjen e një seance sonte nga ora 19. Kryeparlamentari Albulena Haxhiu ka thënë se kuvendi do të ketë 16 komisione parlamentare, e se prej tyre 9 do të udhëhiqen nga lëvizja vetëvendosje, 3 nga PDK-ja, 2 nga LDK-ja dhe komunitetet 1. Ndërsa Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë pas mbledhjes se janë 3 çështje që do të shqyrtohen në këtë seancë. Sipas tij, fillimisht do të bëhet formimi i komisioneve parlamentare dhe pas rritjes së numrit të ministrive, pritet edhe rritja e numrit të komisioneve. Pikë e dytë është edhe çështja e projekt buxhetit, e në pikë të tretë do të jetë edhe rezoluta e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës për procesin në gjykatën në Hag, ka bërë të ditur Tahiri. Rritja e numrit të ministrive. Ambasada Amerikane në Kosovë ka mirëpritur konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Në një njoftim në rrjetet sociale nga ambasada është thënë se SBA pret të punojë me qeverinë e re në çështjen e paqes, stabilitetit e përparimit ekonomik. Ambasada e SBA-s mirëpret formimin e kuvendit dhe qeverisë. Presin punojnë për qeverinë për çuar përpara prioritetet e përbashkëta, duke përfshirë paqen rajonale, stabilitetin dhe përparimin ekonomik të ndërsjellë, thuhet në njoftim. Nga ana tjetër, shefja politikës jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas ka deklaruar se është e gatshme të organizojnë një takim të ri në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi pas zgjedhjes së qeverisë së Kosovës. Kallas e cilësoi formimin e qeverisë si një mundësi për avancimin e marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe për përparimin në dialogun me Beogradin. Ajo theksoi rëndësinë e zbatimit reformave për të përshpejtuar mbështetjen e BE-s dhe integrimin evropian. Formimin e qeverisë ka uruar edhe raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Teras. Vazhdojmë informacionet të tjera, ku mbrojtja e kryeparlamentarit Kadri Veseli ka kërkuar që klienti i tij të shpallet i pafajshëm për të gjitha akuzat në gjykimin para zyrës së prokurorit të specializuar, duke paralajmëruar se nëse ndodhe kundërta do të ishte një padrejtësi e madhe. Sipas avokatit, Veseli është i pafajshëm dhe prokuroria nuk ka arritur të konfirmojë asnjë nga akuzat e ngritura ndaj tij. Dixon shtoi se ka shumë elemente që mbështesin pafajësinë e klientit të tij dhe kërkoi që parashtrimi i prokurorisë të hidhet poshtë në
në tërësi. Ai theksoi gjithashtu se 155 viktimat e përfshira në këtë rast meritojnë të gjejnë paqe dhe qetësi, por shtoi se është gabim që ZPS-ja të ndjek persona si Veseli vetëm për të arritur një qetësi shpirtërore për viktimat. Pas përfundimit të mbrojtjes së Veseli, gjatë ditës sot ka nisur edhe paraqitja e deklaratave përmbyllëse nga mbrojtja e Recep Selimit. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me 92 vota pro deklaratën e pafajësisë së ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përmes kësaj deklarate, Kuvendi ka dhënë mbështetje ish-krerëve të UÇK-s, teksa ka kërkuar edhe lirimin e tyre nga gjykata speciale. Në një deklaratë thuhet se UÇK-ja ishte një lëvizje legjitime çlirimtare që luftoi për të drejtat e njeriut, derisa thekson se Kuvendi i Shqipërisë vëren me shqetësim se kërkesa e prokurorisë speciale rrezikon të krijojë një shtrembërim të rrezikshëm të historisë, duke barazuar luftën legjitime të një populli për mbijetesë dhe liri me krimet e regjimit serb që kreu pastrimin etik dhe krimet kundër njerëzimit ndaj popullit të Kosovës. Kuvendi i Shqipërisë tutje përmes deklaratës shpreh angazhimin për të marrë çdo hap të nevojshëm diplomatik dhe politik në forumet ndërkombëtare për të siguruar që e vërteta historike mbi luftën e UÇK-s të mos cënohet dhe drejtësia të ushtrohet në mënyrë të drejtë. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur të ndalojë përkohësisht importin e të gjitha llojeve të qumshit të përpunuar për foshnjën aftamell në Kosovë. Sipas kësaj agjencie, vendimi është marrë pas njoftimeve nga sistemi i alarmimit të shpejtë për ushqim dhe ushqime për kafshë që paralajmërojnë për praninë e mundshme të toksinës ceruulide në këtë produkt. Agjencia tutje ka njoftuar se produktet e ardhura më parë janë tërhequr nga tregu dhe po kryhet kontrolli plot për gjurmëshmërinë, duke siguruar qytetarët se nuk ka arsye për shqetësim. Në seancën e shqyrtimit fillestar, ku 6 akuzuarit për vrasjen e rishterit policor Muhamet Lika janë deklaruar të pafajshëm para gjykatës. Prokurori Ismet Ramani tha se të pandeurit kishin bërë përgatitje paraprake dhe me dashje kanë privuar nga jeta tani të ndjerin zyrtarin policor Muhamet Lika. Janë deklaruar të pafajshëm 6 akuzuarit për vrasjen e rishterit policor Muhamet Lika në Kaçanik në prill të 2025-s. Sipas prokurorisë themelore në Ferizaj, të akuzuarit Haki Bela, Rilind Murati, Vatan Çaka, Edmond Lika e Shkëlqim Kuka akuzohen për veprën penale vrasje e rënd, ndërsa i pandeuri Diamant Gashi akuzohet për veprën penale dhënia ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale. Haki Bela, a ndjen shpajtor për këtë vepër penale? Ndërsa plotësisht akt akuzën edhe jam plotësisht i pafajshëm. Rilind Murati, e pranon vajsin apo nuk e pranon? Vatan Çaka, e pranon vajsin apo nuk e pranon vajsin? Ja s'më me pranon se jam i pafajshëm. Ulu, Edmond Lika, Shkëlqim Kuka, Plotësisht i pafajshëm. Diamant Gashi, Plotësisht i pafajshëm. Prokurori Ismet Rahmani theksoi se të pandeurit ishin duke pritur në katin e dytë të hyrjes së ndërtesës e në bashkëveprim me të miturin Rejhan Bela e kryen vrasjen. Sipas tij, të pandeurit kishin bërë përgatitje paraprake dhe me dashje kanë privuar nga jeta tani të ndjerin zyrtarin policor Reshter Muhamet Lika. Në hyrjen e banesës së tij dhe me njëherë pas viktimës së njitur e Han Bela hyn pas tij në hyrjen e objektit banesës. Dhe takuar të ndjerin ka shënë drejtim të tij me anë zjarre të kalibrit 9.19 mm dhe kthehet në vrap mbrapa nga kishtohet pas hyrjes së vrasjes, duke ikur në drejtim të lokalit Tugaçin, ku bashkohet me të pandeurin Rilind Murati, i cili kishte qenë duke pritur dhe së bashku me vrap largohen përmes rrugës Mejlit Dalloshi, ndërsa derisa ishin duke vrapuar, i mitur dhe i pandeuri dëgjohet një zë duke thënë: "Bravo Ek."
Sipas prokurorisë, në bazë të kamerave të sigurisë të pandeurit rreth 1 orë para vrasjes, shihen duke vëzhguar dhe duke u koordinuar në mesvete. Ndërkaq i pandeuri Diamant Gashi, sipas aktakuzës, ka ndihmuar të miturin Rejhan Bela të aratiset pasi e kreu vrasjen e policit Lika. I pandeuri Diamant Gashi, duke e strehuar në shtëpinë e tij të miturin Rejhan Bela, e ka ndihmuar duke i ofruar ndihmë në ushqim dhe gjëra tjera dhe në shmangjen e zbulimit dhe arrestimit përmes shtjelljes së shtëpinë e tij dhe fshehjes së mjeteve dhe provave, duke e strehuar dhe ndihmuar në të njëjtin dhe ndërmarrjen e krimeve për pengimin e arrestimit. Gjatë seancës, mbrojtësit e të akuzuarve Diamant Gashi dhe Rilend Murati kërkuan që klientëve të tyre të ndryshohet masa e paraburgimit dhe t'i zëvendësohet me një masë më të butë sigurie. Propozimet e avokatëve i kundërshtoi prokuroria dhe gjykata. Reshteri policor Muhamet Lika u vra me 1 prill të 2025 pas përfundimit të orarit të punës rrugës për t'u kthyer në banesën e tij në Kaçanik.